është mbushur kutia në selin e Partisë Socialiste. Ndërkohë që mbyllja e procesit të rinumërimit në Tiranë zbuloi se Partia Demokratike kishte përfituar më shumë vota të padrejta, Berisha ngriti një pretendim të ri. Këto qendra votimit që rreshtoi këtu dhe shumë të tjera, ngjallin dyshime shumë të forta se përveç tretit bullgar është përdor mbushja dhe zëvendësimi kutive të votimit. Kuti të ndruara apo të futura nga të ardhura nga selia e Partisë Socialiste apo dhe vetë nga qendrat ilegale të patronazhistëve. Sali Berisha nuk e përjashton analizën brenda Partisë Demokratike për humbjen në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, por fajtorin për rezultatin zhgënjyes vijon ta shohë te kundërshtarët politik. Asnjë diskutim që do i vi radha dhe do bëhet, por kompletimi i këtij procesi është interes jetik i demokracisë shqiptare, i opozitës shqiptare, i qytetarëve shqiptarë që besojnë tek vota e lirë. Për rrjedhoi, Berisha shprehu bindjen se nuk do të njohë zgjedhjet e 11 majit. Partia Demokratike deklaron se këto zgjedhje janë të paligjshme, se këto zgjedhje janë një farsë e vërtet elektorale të cilat nuk shprehin vullnetin dhe nuk do njihen nga vullnetin e shqiptarëve dhe nuk do njihen nga Partia Demokratike.